Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sonte, sërish me mua Tirona Lilin, për të ndarë një letër të radhës. Letra që më ka mbritur në redaksi, më besoni që më ka shqetësuar dhe më ka shokuar shumë. Kjo që do të dëgjoni është një tmerr i vërtet. Unë kam thënë gjithmonë, jetimët janë fëmijët e Zotit. E ta maltretosh një jetim, ke bërë tmerrin më të madh. Nuk e di nëse kjo letër, thot, do të lexohet ndonjëherë. Imagjinoni sa e thyer është në shpirt. Do të lexohet ndonjëherë nga dikush që mund ta kuptojë dhimbjen time. Ndoshta do të mbetet e harruar në ndonjë cep të shtëpisë. Ashtu siç kam mbetur edhe unë, e harruar nga jeta. Por sonte, zemra ime nuk mban mua. Sonte, dua që të flas. Dua të tregoj gjithçka që kam mbajtur brenda në shpirt me vite të tëra. Jam 24 vjeçe. Po ndihem si kur kam jetuar një shekull të tërë me lot në sy. Kam mbetur jetime që e vogël. Mamin ma mori sëmundja që kur isha vetëm 7 vjeç. Më kujtohet nata kur ajo më përqafoi fort në spital dhe më tha: "Mos ki frikë, bia ime. Zoti nuk të lë të vetme." Por unë mbeta vetëm. Babai nuk jetoi gjatë pasaj, dhimbja e rrëzoi edhe atë. Brenda 2 viteve, humba të 2 prindërit. Nuk kishte më kush të më ledhatonte flokët, kush të më pyeste nëse kisha ngrënë apo nëse më dhimbte zemra. U rita tek dajat, mes mëshirës dhe fjalëve që të shpojnë shpirtin. Je barë për ne, po të mbajmë se s'kemi ku të të çojmë. Kam qarë fshehur azinetëve të gjata, duke shtrënguar fotografinë e mamit në gjoks. Vetëm asaj flisja. Vetëm ajo më mungonte aq shumë sa më dukej sikur nuk merja fare frym. Kur u rita, ëndërroja vetëm një gjë: të krijoja një familje time. Të kisha një shtëpi ku nuk do të ndjehesha e huaj. Të kisha një burr që do të më donte dhe një nënë të dytë që të më përqafonte. Edhe pikërisht kur u martova, mendova se më në fund Zoti ma kishte hapur derën e lumturisë. Në dasmën time qava shumë. Të gjithë menduan se qaja nga gëzimi, por unë qaja sepse nuk kisha nënë të më rregullonte vellën, nuk kisha baba të më shoqëronte tek dera. Vetëm fotografia e tyre ishte pranë meje. Në fillim, Vjera sillej mirë. Më thoshte: "Ti je si vajza ime." Sa shumë besoja në ato fjalë. Por sa po kaluan muajt e parë, fytyra e saj ndryshoi. Filloi me fjalë të vogla, me ironi që më prisnin si thik. "Pa prindër je rritur, çfarë edukate pret? Nuk di të sillesh si nuse. Djalim meritonte më mirë." Ndërsa unë heshtja, gjithmonë heshtja. Mendoja se po të isha e mirë, ajo do të ndryshonte. Çdo mëngjes ngrihesha para të gjithëve. Pas tërtoja shtëpinë, gatuaja, laja, shërbeja si robin. Dhe nuk u ankova kurrë. Imagjinoni, është 24 vjeç.
por sa më shumë përpiqesha, aq më shumë më poshtronte. Një ditë më hodhi pjatën në tokë para burrit tim, sepse supa kishte pak krip. Për kaq je zonja? As nën s'të ka mësuar gjë. Ajo fjalë më vrau më shumë se gjithçka. Nuk durova dot, hyra në banjo dhe qava pas zë që mos më dëgjonte askush. Ula në dysheme dhe thash me vete: "Mami, pse më le vetëm?" Burri im në fillim më mbronte nga pak, por me kohën filloi të ndryshonte edhe ai. Vjera i fliste për mua, i fliste çdo ditë. I mbushte mendjen se unë nuk vleja, se isha e ftohtë, se nuk e respektoja. Dhe ai filloi që të më shihte ndryshe. Një natë erdhi vonë dhe më tha: "Mama ka të drejtë për shumë gjëra." Aty zemra ime u thye. Nuk ishte më burri që më premtoi se do të më mbronte, ishte bërë si ajo. Vjera filloi që të më kontrollonte çdo gjë. Më numëronte kafshatat e bukës, më fikte dritën në dhomë dhe më thoshte: "Mos e harxho energjinë kot." Kurse muresha nuk më pyeste asnjëherë se si isha. Njëherë pata temperaturë të lartë dhe mezi ngrihesha nga krevati. Ajo hyri në dhomë dhe më tha: "Mos bëj si kur je sëmur për t'i ikur punëve. Kam pasur net që kam fjetur pa ngrënë, net që kam mbajtur lotët me jastëk në gojë që të mos më dëgjonin. Por dita më e rëndë erdhi kur mbeta shtatzën. Mendova se një fëmijë do të ndryshonte gjithçka, mendoja se do të sillte dashuri në atë shtëpi. Kur mora vesh që prisja vajzë qava nga gëzimi, doja t'i jepja gjithë dashurinë që mua më kishte munguar, por Vjera u nxe. Na duhej djalë dhe jo vajzë. Ato fjalë më prend shpirtin. Shtatzaninë e kalova me stres, me britma dhe me lot. Ajo më detyronte të bëja punë të rënda dhe kur doktori më kishte thënë të pushoja. Dhe një ditë ra shpandjenja në kuzhinë. Kur hapa sytë askush nuk ishte pranë meje. Vetëm vajza ime lëvizte në barkë sikur më thoshte: "Mami, mos u dorëzo." Dhe kur linda mendova se do të rilindja edhe unë bashkë me vajzën time. Ajo ishte ëngjulli im, kishte sytë e mamit tim, e mbaja në krah dhe i premtoja që nuk do të lë kur të vuash si unë, por Feri vazhdoi. Vjera më thoshte se nuk isha nënë e mirë, ma merrte vajzën nga duart. Kur ajo qante më bërtiste, nuk dija së fëmijë të rritësh. Dhe një ditë më shtyr fort sepse vajza kishte derdhur qumshtin në tapet. Rash mbi cepin e tavolinës dhe krahu mu bë i mavjosur. Burri im pa gjithçka, por uli kokën dhe nuk tha asgjë. Aty kuptova se isha vetëm. Kam dashur të largohem shumë herë, por ku të shkoj? Nuk kam prindër, nuk kam shtëpi, nuk kam askënd, vetëm vajzën time. Shpesh dal natën në balkon kur të gjithë flenë, shikoj qiellin dhe flas me mamin. Më jep forcë, vetëm pak i them. Ndonjëherë mendoj se po shuhem nga brenda, nuk jam ajo vajza që ëndronte lumturinë. Pasqyra më tremb, sytë e mi janë mbushur me trishtim. Por për vajzën time do të jetoj. Nuk dua që ajo të rritet me zbritmave si unë. Nuk dua të shoh nënën e saj duke qarë çdo natë. Nuk dua të më kujtoj si një grua të thyer. Ndaj po e them këtë letër. Se një ditë vajza ime do ta dëgjon, dua ta di se nëna e saj luftoi shumë. Edhe kur zemra më dhimbte, unë e përqafoja fort. Edhe kur më poshtronin, unë vazhdoja të buzëqeshja për të. Dua që ajo të rritet e fortë, të mos lejoj askënd të ul apo ta shkatroj, të mos pranoj kur dhunë, poshtrim apo fjalë që vrasin shpirtin. Sepse një grua nuk lind për të duruar Ferin, ajo lind për të dashuruar. Sot po mbyll këtë letër me lot në sy. Vajza ime po fle pranë meje. E shoh dhe lutem që Zoti më jap forcën që ta mbroj. Ndoshta bota nuk do ta kuptojë dhimbjen time, por unë ende kam shpresë. Sepse edhe zemrat më të thyera vazhdojnë të rahin, vetëm për dashurinë e një fëmije. Këto janë fjalët e ndjera të kësaj nëne. Dua të marr
komentet e juaja.